Kontur. Dragashi. Në jug të Kosovës është një vend ku natyra malore dhe traditat e vjetra ndërthuren natyrshëm. Mes maleve të Sharrit shtrihet edhe rajoni i Gorës, një zonë me fshatra karakteristike, me kulturë, gjuhë dhe zakone që banorët i kanë ruajtur me shumë kujdes ndër breza. Në këtë hapësirë jeta shoqërore dhe shpirtërore mbështetet nga Këshilli i Bashkësisë Islame për rajonin e Gorës, i cili kujdeset për veprimtarinë fetare, për xhamit dhe për ruajtjen e traditës islame. Në këtë zonë gjendet fshati Radesh, një fshat me 3 lagje, ku secila prej tyre ka nga një xhami. E në këtë pjesë është dashur disa muaj kohë të thyen shkëmbin e që në fund të niset kjo xhami e bukur. Por se çfarë rëndësie ka ky objekt e si lindi nevoja për ta ndërtuar na tregon kryetari Munafis Hoxha. Znači ovdje smo u selu Radeša. Inače selo Radeša sastoji se od 3 mahale. Gjendemi në fshatin e Radesh. Fshati Radesh përbëhet prej 3 mahale. I trenutno imaju 2 džamije koje funkcionišu. Dhe momentalisht janë 2 xhami që janë në funksion. Ovdje je bila jedna stara džamija. Këtu ka një xhami vjetër. Znači srušena je ta džamija i sada evo, hvala Allahu, radi se nova džamija. Ajo xhamia është rënuar dhe tash jemi në ndërtim të sipër të xhamisë re. I svako mahalo znači nastoji da ima svoju džamiju, kao što imaju 2 tamo, u one 2 mahale 2 džamije, ovo mahalo hoće da ima svoju džamiju. Basi thamë dhe Radesha përbëhet nga 3 mahalla, secila mahalla e ka xhamin e vet poshtë, xhamia e Hoxhës, mahalla e Hoxhës, xhamia në mahallën e Hoxhës edhe xhamia në Radeshën e epërme apo mahallën e epërme. Znači ova je 3. džamija u ovom selu. Kjo është xhamia e 3 në këtë fshat. Možda tokom zime nema toliko potrebe, ali tokom leta dolazi nam dijaspora, tako da ima i puno potrebe. Ndoshta gjatë periudhës së dimrit nuk e ka shumë nevojë për xhami, por gjatë periudhës së verës kur na vjen edhe diaspora, edhe kemi nevojë për këto xhami. I normalno, znači, zašto bi ljudi odlazili u neku drugu mahalu kad mogu da naprave da imaju svoju džamiju i da edhe ajo është natyrshme, masi njerëz pse të shkojnë në mahallat të tjerëve me krye ritualet fetare, kur kanë mundësi të bëjnë çto ritualet fetare në mahallën e vetë dhe afër shtëpive të tyre. Për çfarë nevoja do të shfrytëzohet objekti, përveç faljes që përmendëm? Za kakve që se dakle potrebe koristi ova xhamija osim za verske rituale za klanjanje? Pa džamija normalno da će se prvenstveno koristiti za verske rituale, znači za klanjanje. Imaće i posebna prostorija valjda gdje će se održavati vjeronauka za mektep. Gusulhana za gasulane, znači mejita. Xhamia normal së pari nevoja e parë që do të përdoret është rritet fetuale për faljet e namazeve, pastaj aty ka me pas edhe sallat për zhvillimin e mektebit, aty ka me pas edhe për gasulhana për lamje e xhenazeve. Për nevojat e fshatarëve do të shërbehet kjo xhamia në përgjithësi. Pa mislim da će biti ova džamija da će spojiti neku našu tradiciju ovdje što posjedujemo mi ovdje u našem području i islamska tradicija. Normalno da je i ova naša islamska tradicija, ali možda će imati neke posebnosti koje se tiče ovih prostora. Do me thonë, kjo xhami e ka veçantitë e veta, është një bashkim e tradicisë tonë edhe tradicisë islame me arkitekturën e moderne, masi projekti e kësaj xhami se kanë bërë 2 inxhinier të rinj nga këtë fshat që janë, njëri prej Radeshës së poshtme, njëri prej Radeshës së naltme, apo e përme, edhe këta 2 jetojnë të 2 në Perëndim, njëri në Zvicër, njëri në Luksemburg, edhe e kanë bërë që shkini me pa edhe ma vonë në projektin që do të doket një xhami me veçanti
të veta edhe për këtë trevën edhe në përgjithësi për Kosovës është një bashkim bashkohorës edhe tradicionalës. Në cilën fazë janë punimet dhe kur pritet të përfundohet? Ka ndonjë datë caktuar? U koju su fazi trenutni radovi, kada se planiraju završiti, da li ima neki planirani datum? Pa evo, kao što vidite, sada je izgrađen je prvi deo i trenutno se gradi i munara. Si që shihni, momentalisht është në fazën e parë, vetëm kati e para po podrumat poshtë janë ndërtu, edhe momentalisht ndërtohet minarja, Imaće znači još 2 sprata. ka me pas edhe 2 katë, Planira se znači u toku još jedne godine do kraja 2026. godine da bude završeno kompletno. me planifikimet e njerëzve këtu është planifikuar të përfundohet deri viti 2026 të jetë në funksion. Sa është kapaciteti i xhamisë? Sa persona mund t'i zë brenda? Koji je kapacitet ove džamije, koliko osoba mogu stati unutra? Pa otprilike bit će oko 200 osoba unutar džamije. Parafërsisht mrenda xhamisë deri 200 veta mundet Malo valjda će imati ovde po kraju i tarase, të kryen rritet gde se isto mogu, ako bude više Ritualet džemata, da mogu klanjati znači po tarase. do të kryet rreth 200 veta do të mundet lirshëm të kryen ritualet fetare, edhe kanë me pas një obor, kanë me pas terasat, ku mundet njerëz edhe të pushojnë këtu lirshëm në rrethin e xhamisë. Pa finansiranje džamije vrši samo selo. Oni su pokrenuli i svako znači ko ima dobre volje može da pomogne. Ali uglavnom odavde je počelo, znači sam džemat je pokrenuo akciju i tako se vrši finansiranje. Finansimi i kësaj xhamisë normal ka rrjedh nga vetë xhamatlit, vetë fshatarët e kësaj mahallës edhe këtij fshatit. Normal secili që don me ndihmu mundet me ndihmu, se që kjo është një projekt shumë i madh, ku i kapet shuma prej 700.000 euro parafërsisht, sepse punimet e vrazhda, si tha kryetari edhe në fillim, këtu ka pas 2 gurat shumë të mëdhaja që u dësht që ato me shpërthyje edhe aty me sa e kam unë informatat deri 130 kamiona të mëdhaja kanë dalë prej qëto gurat edhe prej qëto rëmbimje e këtyre gurve. Prandaj, kush mundet me ndihmu, kush don me ndihmu ndërtimin e një xhami në kësaj trevës, është mirë se ardhur edhe shpresojmë e gjente Zoti. Pa naša je poruka svima, znate poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko izgradi džamiju, Allah će mu izgraditi kuću u džennetu. Mesazhi jonë është mesazhi e pejgamberit ton të dashur alayhi salam, i cili ka thonë kush e ndërton një xhami, Zoti ndërton një shtëpi në xhennet. Mi kao muslimani svima je nama glavni cilj da Allah Đelešanu bude zadovoljan i na dunjaluku i na ahiretu i da zaradimo džennet. Ne si musliman e kemi një qëllim të Zotit të jetë i kënaqur me na edhe në këtë botë, edhe në botën e amshme, edhe qëllimi jon përfundimtar është përfitimin e xhennetit. Znači do sada nije ostala nijedna džamija koja nije završena, izgrađena. I ova će se završiti, samo da bude to što pre. Deri tash s'ka me asnjë xhami që nuk është e përfunduar, edhe kjo xhami do të përfundohet shpejt, edhe qëllimi jon është të përfundohet sa më shpejt edhe ndërtimi i kësaj xhamise. Znači sve ono što damo to je naše, a ono što nam ostaje za to ćemo biti odgovorni. Do me thonë kretë që japim, që ndajmë, është e jona. Kretë që na mbetet mas nesh, që ato do të përgjigjemi para Zotit, do të jemi pyetur për ato. Ndërkohë, arkitekti Ermin Emini, në pamundësi për të qenë me prezencë fizike, na tregon rreth përshkrimit të xhamisë. Ai thotë se dizajni i xhamisë është ndërtuar mbi bazën e arkitekturës tradicionale vendore, duke ruajtur materialet, raportet
dhe karakterin e ndërtesave tipike të zonës. Hapësira e brendshme është konceptuar mbi parimet e thjeshtësisë dhe qartësisë, duke reflektuar një atmosferë të ngrohtë dhe intime. Druri i punuar, tavani dhe elemente të traditës lokale dhe dritaret e ulta krijojnë një ambient të qetë dhe të përqendruar. Ndërkohë, për pamjen e jashtme dhe të brendshme, aty dallohen disa elemente veçanërisht karakteristike. Minaraja është konceptuar me një formë të pastër dhe të balancuar me masën e xhamisë, me një kulm në formë feneri, që dikur ka shërbyer si burim drite gjatë natës në këto treva. Kupola krijon qendrën shpirtërore dhe vizuale të xhamisë, duke lejuar hyrjen e dritës natyrale dhe duke mundësuar që salla e lutjeve të jetë e hapur pa shtylla mbajtëse. Gjatë projektimit, funksionaliteti ka qenë parimi udhëheqës, ndërkaq estetika është mbështetur në thjeshtësinë, natyrshmërinë dhe përdorimin e materialeve vendore. Rëndësia e xhamisë në çdo fshat është e madhe, sepse ajo shërben si vend falje, qetësie dhe bashkimi për komunitetin. Në Radesh, ndërtimi i xhamisë së re ka filluar dhe banorët po kontribuojnë së bashku që ky projekt të bëhet realitet. Ky është një hap i rëndësishëm për jetën shpirtërore dhe shoqërore të fshatit. Me përkrajen e të gjithëve, Radesha po ndërton një objekt të ri, një xhami të re.